emër, Zek? Baba jam. Babaj. Po. Jeni 24 vjeç nga Peja, në jetën e përditshme punoni zyrtar administrativ në 2 shkolla në Pejë. Po. Keni përfunduar juridikun Universitetin e Prishtinës dhe jeni duke studiuar në gradën master detim civil. Filluat merr me muzikë kishë moshën 15 vjeçare Egi. Krijohet grupi Klani Shqiptar dhe në pas kompaninë e inxhizimeve Kanumi Records. Në cilën kanë qenë shumë antarë të rinj, kanë realizuar një këngë me Rilin Mehmetaj Lindi. Ju thoni Egi se keni raportet mira me të gjithë reperët, por derisa keni marrëdhënie të mira me reperët, do të thotë se nuk jeni nga aq njohur, Egi, është vërtet kjo gjë? Jo. Reperët zakonisht shkojnë keq me njëri tjetrin. Jo, faktikisht unë i respektoj gjithë ata që meritojnë me respektu. Edhe nuk i njoh ata që s'meritojnë me njoh. Është do të thonë që unë i njoh gjithë, po i njoh ata që kam respekt për ta dhe kam raporte të mira, ata janë shumë pak. Ata të tjerë nuk kanë vlerë sa që as nuk më numëru si repera. Egi, një nga arsyet që më ftova këtu se kur pash klipin tuaj bëri shumë përshtypje, sfondi, melodia që shoqëron pjesën që ju ishte e papar. Faleminderit shumë. Nuk si quhet pjesa mbrapa e muzikës. E ki fjalën me vokalet e mia apo Përveç vokalit të që ishte i mrekullueshëm, më pëlqeu shumë dhe orkestracioni nga mbrapa dhe... Po, ato orkestracioni me ka po Dr. Nushi, cili ka ndryshë Dr. Nushi, është producenti janë, dhe i ka ngrit disa tova më lartë për hir direkturës temë, për me mujtë me realizu të amon mënyrën që shaj ka mendu. Tekstin e kom shkruan, idenë e ka dhonë Rilin Mehmetaj, i cili e të në Zvicër dhe ka arë ekstra për me punu këtë kongë. E kështë që ideja kom komplet e lidit në e kon ata që kemë realizu. I papar. Më pëlqeu shumë klipe. E çuditshme, ju është e pari vitinës të time. Po, stela po. Po ju vini rrallë në Shqipëri ka përshtypje? Jo, nuk vi shumë rrallë, po ndoshta si kom bo klipet, që shumë shpesh sa që për mi pru, ju konë normalisht në kanë kërën konë konë mazike në 2008, prej atër vi shumë shpesh në Shqipëri, po rrejnë po në mision e ju. Sa vi nga i Gotenikët për gjithë një anë, për gjithë të ramo jetja, me gjëra pjalla Egi, ju keni miq në këngëtarë Shqipëri? Po. Cilët janë? Po, shumë kam gjithë, me thonë Kastro Zizon, së konë në e... Kastro, nuk është repera, për? Jo, ti fore për kantar. Se me në kuptuar repera për tjenë kantar, absolutisht, ka në repest, kështë që nuk hinë listën e kantarëve të në e konë. A nuk i shumë i kantarë? Jo, nuk hinë kantarë në e në pista. Dekor. Kastro Zizon një? Kastro Zizon një, po Kastro e dini që jetë në Kosovë më shumë të Shqipëri, për? Ndoshta. Ka një sëri të shumira, atje? Po. E vërtet? Me thonë është ta grua në kasës është mësafirin klipin cilën tjerë cekë në lejtë të votë. Grua e kasës, e reja? Po. Kjo është kalani? Në versionë në një. Që e në 7 zanë? Po. Ndakor. Nuk janë zemë një grua të vajtë, sepse ajo është që ke... Nuk ka qef shumë që të përmëndi në për emisionale dhe poshë, është një vajtë që punë në punë i televizion apo jo? Po, nësë dhja është një periode që... Po e kene klipe që është në klip tani? Klipin me lidin që e kom. Si? Në klipin ta me lidin që e kom klipe Zdorat është Musafir. Jo, te klipin Zdorat. Po, atë është Musafir, po, pa tjetër. është Musafir? Po, Musafir aty, aktron. Fantastike. Jo në Shërdeta, po jo në disa këngëtar tjerë. Ju jetë, mëse puni jemi për të vajtës. Aha, Shërida shumë. Mëse nuk e qepje. Okej, e të rejki fjallë. Me gjera se më zyre kasë, ose shumë gjedos kasë është. Okej. Me gjera pjara e ekipo, ju jetojnë në Peja, apo jo? Jetojnë në Pej, për jetë punës që e kom, nërshajnë shumë shpesh në Prishtinë. Peja, sa kilometra larkë Prishtinës? 89 kilometra. Sa? 89. 89? Po ku është në? Në Pej jo asja. Ta këshilloj të shkosh. Po të është një qytet jesh zakonisht një bukur. Mua më ka befasur që me një lumë në mes. është prej të rejni. E nga to? Peja. E me di, më të ka dojë prizreni? Kalum? Në mes? Po prizreni, Kam dhënë qëra, mu ju të bote ti. në mes të lumit, Në mes të lumit, në koja, kam dhënë qëra që ka një teatër të vogël. Edhe unë kam Do të shokje super barë. Në Pej. Ishte... Ja, pa të disëm të Peja. Një grupë shumë e vogël, që lumë në shaka vogël. Shumë e vogël. Dhe gjo, por dhe njohë pak ekin dhe originat e ti, ku jeton që shpeja, unë ka përgatitur një intervjist, që po ndodhë ka Peja bre eki. Po, të përgjëvesh... A bre eki, që që e titulli, po. Atëre, ashtë e vërtet, eki që Peja nuk njët më si qyteti bukorosheve,
por si qyteti kurtizaneve, pasi ka plasur prostitucionin në rrugë thonë, lajmet e fundit njoftojnë për 2 operacione policisë, janë arrestuar 8 persona që merreshin me prostitucion, është e vërtet? Saktësisht nuk me konfirmu që po, edhe se e di që flitet që ka shumë asnjë rasteve. Ka shumë. Ka shumë, pra nuk kemi informu saktësisht. Janë shqiptarë? Nëse s'da po jo. Jo? Shqiptarë se besoj Po që nga janë? pas në sigurisht nga Bullgaria apo këtë. Janë këto Bullgaria, Bulgarë. Se më mendë që më dhe pas për jonë, që më dhe bëhet ose për një tjetër. Sigurisht jo. Sa besoj që ka asë. Sigurisht jo. Asë vërtet se Besa skuadra futbollit të Bejës trukon ndeshje. Eki, po apo jo? Besa, skuadra futbollit të Bejës. Jo, nuk jam informuar. Shet ndeshje. Jo. Jo. Asë vërtet e Eki se Peja në vend të epitetit qyteti ujvarave është kryer në një banjë publike të serbëve. Jo. Jo. Asë vërtet Eki që Pejanët i ka kap kriza, aq sa ka filluar të hanë banuket pejane, po apo jo? Jo. Banuket janë ratë elegante plumbash autokton pejan. Jo. Që hanë plumbash që ka plas kriza, oris? Jo. Nuk se vëdhe. Egi, në të këtëgjohën pa. Egi, a është vërtet se pejanët janë... Ky është televizioni ma shtu, kujdes. A është vërtet Egi se pejanët janë fiksuar pas i telenovele serbe, që pejme të momente. Po, se unë e kisha bo shokës, bëzoj me thonë se kipe janë gjuhën qa, ama të kishë shokë, për lëna që po. Po, apo jo? Po. A është vërtet Egi se pejanët i bëjnë 2 herë synet djemë? Jo. Jo? Nëse shumë se herë në parë kam litë kesh, duhet pa tjetër në bo dhe e zhë. I në mbagjaj bje. Nuk i përgjë. Ata promonë, ata shohim? Bravo Egi, pika, bravo. Egi, më thuhet lutem po të bërë të jam i famshëm, a jeni i gatshëm të hani t'i gjallë zemrën e i femre? Po të bërë të jam i famshëm, më i famshëm. Jo, jo. Egi, po të bërë të jam i famshëm, a jeni i gatshëm të lani një vakt të mbushur me gjak, ashtu sikur se ka bërë Lady Gaga? Jo, asnjë. Jo. Egi, po të bërë të jam i famshëm, jeni i gatshëm t'i bani valigjën zë vëtë dinë sekretarit amerikan Philip Ricker, i cili me 16 janar tani do vizitojt Prishtinën, po apo jo? Jo. Jo. Eki, por të bërë të janë i famshëm. A jeni gatshëm të thonë një fjallë të mirë për Albin Kurtin, por t'i bërë ka shënika shumë pashit veç që ka protestën sot në 2 pika doganore në jugë lidhje të Kosovës. Nuk kom shuarë pas gjatë veç pak, ndoshta jo për mu popijoni ma i famshëm, për ndoshta i ka se cilë arshyet e veta, kështu që isha konë në dyshim se që në duke. Dhe në se isha përglas nuk më i famshëm, për ndoshta isha përglas që ka arshyet. Ka arshyet, për Ndoshta. Dakor. E më thoni Egi, por të bërë pjanë i famshëm, a jeni i gatshëm t'i kushtoni një album të plot, ati fete jakjagës, po apo jo? Jo. Jo. A jeni i gatshëm për të bërë pjanë i famshëm të flirtoni me një serbe? Jo. Jo. Ose me një shkije. A jeni i gatshëm për të bërë pjanë i famshëm Egi, t'i qoni në SMS lajmin e vetvrasjes suaj Armand Shullaku, drejtori të Klan Kosovës. Jo. Jo. Së duhet thonë për gjëmëndi. Nuk i duhet fama.